cilat llojet speces këtu po i dorëzon sot? Ky lloj specës po një varietet i ri që ka filluar që të 3-4 vitet e fundit që quhet Besiana, është për tregun vendor, speci biberit edhe që krejt përpunohet në Kosovë. Shitet në Kosovë dhe përpunohet në Kosovë në fabrikën Besiana që në Besian. Sa sipërfaqe ke me këtë varietet të specit? Kemi rreth 1 hektar sipërfaqe, vetëm me këtë lloj të specit. Prodhimi është i mirë si vjet, fal kushteve klimatike, prodhimi është nivel edhe është i mirë. A ka çmim konvenues? Me krahasum artikuj tjerë, ky lloj specie ka një çmim stabil edhe është i kontraktuar me kohë. Për neve fermerëve na intereson shumë çmimi i kontraktuar, se e dim për çka prodhojmë edhe kur e kemi tregun e lirt, veç mundohem me shtu sasinë dhe cilësinë. Çmimi është i mirë, diku rreth 30 cent për kilogram. Kontraktimi kupton edhe obligimin apo në vakin donejan, mund të ndodhë që mos kryhet obligimi i pala tjetër? Mund të ndodhë vetëm me pas i për prodhim edhe mos me shku puna bash ashtu që neve fermerë që i programojmë ose pika grumbulluese, këtë rast me cilën punojmë me agrocelinën. Edhe atje derisa ti përpunon, se nuk kemi pas probleme asnjë vit. Edhe një si të themi një shtendosje, një shkarkim për juve emocional, edhe fakti që keni ku ti Po, me agrocenilën jemi të kënaqur. Edhe realisht nuk është ky vit i parë që punojmë me këtë pikë grumbulluese, punojmë edhe vite të mëhershme, mirë kemi kaluar. Mirë, edhe me këtë lloj specit mirë, nuk është për mua anku. Megjithatë më ndodh ka herë me pas me najt për shembull traktorët më pak më shumë kohë sa që duhet plot, po shkaku është krejt ai sa po mundet me përpunu atje. E kemi një gjuhë të përbashkët, e mirë kuptojnë njëri tjetrin edhe mirë është. Po juve, si qëndrojnë punët me juve? Po mirë, për momentin është mirë, të kuptohet që ka pak neglizhencë, po hiperprodhimi. Hiperprodhimi tash kur është, kuptohet që edhe atje nuk mund me përpunu, për momentin është mirë. Me pagesa jena morë vesh, pagesat janë rregull. Do të thotë viti ka qenë, kur ka hiperprodhim, është viti i mirë ka qenë? Viti i mirë ka qenë, çdo gjë ka shku mirë, po kuptohet hiperprodhimi, është asnjë tash puna shkon më ngadale. Kur ka prodhim. Keni spec varietetit Besiana? Po. Jeni kënaqur krahasu me vitet e kaluna, me varietete tjera po, se kjo është pak më asishme, më qëndrueshme është, edhe me vite tjera si vetë ka qenë viti pak më i mirë, prodhimi është edhe pak më i mirë si vitet e kalune. Po kultivimi a dallon nga specet tjera? Po kultivimi dallon se ky është pak më si për neve për na konvenon se ka punë më pak. Na gjitha kena miell edhe sumbor ka asishme mirë, po ky prodhimi do të thotë është i garantuar, jena orientuar pak më shumë. Agroteknike. Po më pak ka, më asishme për momentin është mirë. Çmimi është i mirë? Po ai çmimi mi ka zume do tjera sa neve për na konvenon, nashti mund me konë edhe më mirë, po për momentin është mirë. Kena pajtu me tonë marrëveshja është bon. Edhe një pyetje pak sa larg kësaj teme që jemi këtu, po megjithatë është aktuale. A jeni kënaqur me bashkëpunimin me nivelin qendror, apo merrni subvencionet atje? Subvencionet pi morim po pak me afat me ç'më thon me shtyrje, me asi pi vanojnë, pi asi neve për na vyn në afat pranveror, ku na vyn ose në afat vjeshtor për mi shtin punë për çato subvencione vetëm për çit punë janë, nuk janë për tjera sa. Neve duhet me na dhon në atë kohë ku na vyn. Se kur kem tash specin pa na vanohen shumë. Tash në vend si me na dhon pranverë, mi shtin në tokë për me nxjerr më shumë, neve për na vanohen. Na po duhet mu fut kredi për me punu diçka, për me rrit.